Zgjerimi i rrugës nga ura Veterniku deri në hyrje të komunës së Graçanicës, segmenti Nyja te Gorenja deri në Hajvali, e cila është hiç më shumë se 3,66 kilometra dhe me një zgjerim prej 7 metrash, ende nuk ka përfunduar ani pse puna këtu ka nisur tash një vit. Kontrata mes Ministrisë së Infrastrukturës dhe kompanisë së kontraktuar Papenburg Adriani Kompani ishte nënshkruar me 26 prill të vitit 2024 dhe ishte e paraparë që puna të përfundonte brenda 135 ditëve. Për këtë rrugë ishte nënshkruar kontrata me vlerë hiç më pak se 1.737.811 euro. Por zgjerimi dhe rruga, përveç se nuk përfundua në afatin e paraparë në kontratë, në tetor të vitit 2024, Ministria e Infrastrukturës kishte edhe një tjetër tender për zgjerimin e rrugës nga ura e Veterniku deri në hyrjet e Graçanicës. Tenderi në vlerë prej 173.140 euro ishte dhënë për punë shtesë që kishin dalë në këtë rrugë dhe përmes procedurës së negociuar. Punët shtesë ishte vendosur të kryej konzorciumi i njëjtë që e kishte fituar tenderin prej 1.7 milion euro, kompania Papenburg Adriani Kompani. Kjo është rruga nacionale që lidh Prishtinën me Gjilanin, e cila ka filluar të ndërtohet që shko më parë, por që ende nuk ka përfunduar. Kjo rrugë sipas banorëve të kësaj zone po punohet me një ritëm të ngadalt, e cila po krijon edhe kolona të shumta në këtë pjesë, ku gjithashtu po dëmtohen edhe veturat. Në anën tjetër, pronarët e bizneseve dhe vozitësit që frekuentojnë këtë rrugë ankohen se po u dëmtohen veturat dhe po shkaktohen pluhura nga mos asfaltimi i rrugës. Në një prononcim për Arbresh Info, banorët lokal shprehen të zhgënjur me ecurinë e punimeve, të cilat sipas tyre kanë nisur kohë më parë, por që ende nuk po japin rezultate të dukshme. Ata theksojnë se vonesat po ndikojnë drejt për drejt në jetën e përditshme, duke shkaktuar trafik të rënduar dhe dëmtime të vazhdueshme në vetura për shkak të infrastrukturës së papërfunduar. Kjo rrugë ka filluar në fillimin e vitit kalum, që në atë periudhë kur ka filluar planifikimet janë konë më krye për 6 muaj, që sot jena në 2025, edhe 6 muajt e 25 veç po vinë edhe nuk janë rendite e shkërkon. Vështirësi ka shumë, gjatë gjithë ditës kolona këtu është tërë ditën është kolon. Një pjesë është rruga me gropa shumë, që shpejtësit mujnë më zhvillu shumë ngadalë. Pjesa tjetër, gjatë gjithë ditës, automjetet e kompanisë që punojnë janë në për rrugë, pjesë të bloku ka një kratë rrugës, edhe gjithë ditën njëra në kolon. Asë njëherë, pe këtushit, kur dolo me nxes apo gjatë ditës, nuk mujnë me planifiku asë një termin dikon me mëritë caktum, pa pritë këtu një 30-40 minuta dhe i te Gorenja. A ka dhe rrugë tjera alternative? Fatkeqësisht, s'ka. Fjala është një rrugë alternative, po ka hina në qytet ma spitalit që nuk funksionan. është një që të ngusht, po është veç për automjete dë vogla, jo për kamiona, për këtu është probleme kalue, me dole të Gran Storia që atje. Kjo është rrugë kryesore. Me të thonë drejten, une nuk e di sakt dikush tjetër, une s'jam informum që kena bon peticion, që me quë ankes, po vazhdimësi së herë kena pas kontakte i në ankue. Me njerës të ministrisë gjithmonë në ankue, po ata për jepin do arsutimet vetat, jo, një kompani e ka fillue, e ka lona jo, nuk kënë gjendje, e kena ndërpreja soj punën, e ka marrë tjetra. Unë me dije Papenburgët që kjo kompani, prej fillimit e ka fillu tenderin, edhe unë e kumendue, e kumë njofë si kompani serioze Papenburgin. Qa ka ndodhë në këtë moment qitë rrugë, që një vjetë, që kjo viti dytë nuk e kam idem se. Kjo rrugë i ka ma shumë se një vjetë që ka fillu mu punue, mirë po së di shumë ka dalën të shku këta punë, nuk përdi. Nuk jam në rjedha, nuk di që ka t'ju them, veç e di që shumë ka dalë, po shkon shumë përnën pengon, si da mas një shoferve. Unë për atë arsye edhe pëmdhimet nafti me hargjue, pe la kërën e përshkejmë autobus, veç mos menajt në kolonë. Kryon kolona nga njëherë kanë ma shumë se 1 kilometër. E për mos përfundimin e këtij projekti dhe mbetjes së rrugës në një gjendje të keqe, Arbresh Info ka pyetur Ministrinë e Infrastrukturës, por deri në momentin e publikimit, institucioni nuk ka dhënë ndonjë përgjigje lidhur me mos respektimin e afatit të përfundimit dhe shkaqet e vonesës së këtij projekti.